Sot, LDK-ja është tërhequr nga çdo kërkesë propozita. Nuk kërkojmë pjesëmarrje në qeveri, nuk kërkojmë asnjë ministri, nuk e kërkojmë as kryetarin e kuvendit dhe heqim dorë edhe nga kërkesa për të tërhequr institucionin e presidentit. E pra, më në fund, kemi një qëndrim normal politik në Kosovë. Lidhja Demokratike e Kosovës vendos, siç e dëgjuam edhe nga deklarata në vijim, të qëndrojë plotësisht në opozitë, siç duhet ndodhi në një shtet normal, ku shumica qeverisë dhe pakica qëndron në opozitë, megjithëse kryeministri në detyrë Albin Kurti i ka ofruar vazhdimisht gjatë gjithë kësaj kohe poste si kryetar në parlamentit apo vende në qeveri. Tash unë e përshëndes thirrjen e kryetarit Abzigjiku që edhe partitë e tjera, gjithë përfshirës të jetë presidenti. Pra të mos jenë veç dy subjekte, vetëm vetëvendosja edhe vetëm LDK-ja, të jenë edhe të tjerët dhe me këtë ide unë mbrëm ju kam shkruar të 3 kryetarëve të partive. Megjithatë, në pamje të parë, ky duket një qëndrim më në fund pozitiv në politikën kosovare, mbas 2 vjet e ca bllokimi të vazhdueshëm, ku ka ndodhur gjëra të papara dhe të pamenduara në politikën e një vendi normal demokratik, ku faktorët politik kërkojnë votën popullit në Kosovë dhe pasi e marrin atë, për 2 vjet e ca nuk paraqiten në parlament. E njëjta gjë ndodhi edhe pas këtyre zgjedhjeve, të cilat në një limit kohor prej më pak se 2 vjetësh janë të tretat dhe në qoftë se do të vazhdojë me këtë logjik fëminore, do të vazhdonin përsëri dhe kalimin në zgjedhje të tjera parlamentare, të cilat sigurisht që do ta groposnin përfundimisht këtë aset kombëtar jo vetëm të Kosovës, por të shqiptarisë në përgjithësi, siç është Lidhja Demokratike e Kosovës, e themeluar dhe e ngritur në pjedestal nga i madhi Ibrahim Rugova. Më në fund, pra, lideri politik Abdixhiku e kuptoi se nëse do të vazhdonte me politikën e quravitjes, do të përfundonte jo me 17%, por me një përqindje akoma më minorancë nëse do të kalojë në zgjedhje të tjera. Tashmë jemi në fazën kur Kosova, politika e saj, duhet të zgjedhë të gjitha institucionet e saj, siç janë parlamenti, qeveria, presidenti dhe vazhdimi i të gjitha segmenteve të tjera të politikës, përfshirë dhe krerët e drejtësisë. Ajo që ja vlen të analizohet për vetë fakti që duhet thesuar se Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të qëndrojë në llogoret e saj, pra pas një lloj reflektimi, është fakti se përse e bëri një veprim të tillë Lumir Abdixhiku dhe sigurisht me miratimin edhe të Vjosa Osmanit, sepse janë këto 2 figurat kryesore që po dominojnë aktualisht Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ata e kuptuan më në fund se nëse do të vazhdojnë me këtë lloj politike, kuotat e tyre do binin frikshëm nëse do të kalojë pra përsëri në zgjedhje të tjera të përsëritura dhe kuotat e Albin Kurtit dhe lëvizjes së vetëvendosjes ose do të qëndronin këtu ku janë, ose do të rriteshin në mënyrë të tillë që do të krijonin atë mundësi që të vepronte vetëm përfundimisht. Siç e thamë në fillim, për të ardhur keq është se Lidhja Demokratike e Kosovës së bashku me partitë e tjera në opozitë e kuptuan me vonesë dhe i humbën Kosovës 2 vjet kohë duke bllokuar atë vazhdimisht. Por, siç e thash dhe në fillim, politika e quravitjes nuk funksionon. Pa ide, pa kauza dhe në së fundi edhe me frikën se miratimi i ligjeve të tjera të cilat do të duhet të justifikojnë pasurinë, të cilët këta komponent politik së bashku me ata që kanë ikur, i kanë bërë një dëm të jashtëzakonshëm ekonomisë së Kosovës, duke e vjedhur atë më keq se këtu në Shqipëri. Kjo do të bënte që
lëvizjet vetëvendose dhe Albin Kurti të rrisnin frikshëm kuotat politike dhe këta të eliminoheshin jo vetëm politikisht, por edhe të kalonin në ndjekje penale për të gjitha të zezat që ata i kanë bërë Kosovës. Megjithatë, kjo kthes politike pra duhet shikuar pozitivisht, pavarësisht faktit se përsëri kjo është bërë për të mbrojtur interesat personale të Abdi Xhikut dhe Vjosa Osmanit, e cila u katapultua dhe mori detyra nga Edi Rama, Grenell dhe nga pjesa tjetër e UDB-s të Serbisë për të rrëzuar Albin Kurtin, dhe unë nuk e di sot se sa krenare ndjen veten Vjosa Osmani kur para disa muajsh shpërndau parlamentin. Është për të ardhur keq se kjo politika motoreske çon ujë në mullirin e Serbisë. Në emisionin e kaluar ne analizuam deklaratat e frikshme, të pamenduara, të pabesueshme të krerëve të Serbisë, duke filluar nga Vučić, Dačić dhe të tjerë, të cilët rinë aty te pragu dhe presin momentin për të vepruar kundër Kosovës, qoftë edhe ushtarakisht. Në këtë situatë komplekse, në të cilën ndodhet bota, duhet vepruar me shpejtësi maramëndse për konstituimin e të gjitha organeve kryesore të Kosovës. Aq më tepër që dhe Shqipëria ndodhet në një pozitë për të ardhur keq, shumë të rrezikshme, të kapur nga mafja dhe ku Edi Rama vazhdon të përpolitet për 70 e ca ditë rresht ndaj presionit të kërkesës për dorëheqje, të cilën, siç e kemi shpjeguar dhe në analizat e tjera, ai nuk e jep dot sepse është i kapur nga mafja më e rrezikshme botërore. Megjithatë, për zhvillimet e mëtejshme, si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, ne do të jemi përsëri prezent në emisionin Sokorteriati midis rreshtave. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për mbështetjen tuaj të vazhdueshme. Bashkë, mirupafshim.